Në vijim të turit punët e Shqipërisë, Kryeministri Edi Rama do të vijojë një tur 3 ditor në jug të vendit, ndërkohë që Kales do t'i ketë ditën e sotme në orën 17 për të nisur më pas drejt Dërmiut, ku mendohet se Kryeministri do të kalojë festën e Pashkës. Ndërkohë që Blu Televizion ka zbardhur agjendën e Kryeministrit Edi Rama ditën e hënë, ku do të ketë disa takime. Do ta nisi me inspektimin në bulevardin e Palmave për të vijur më pas me inspektimin në shënditoren pranë plazhit të vjetër. Ndërkohë që në orën 11 të mëngjesit, Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një takim me Asamblen e Partisë Socialiste në ambientet e Pallatit të Kulturës, për ta mbyllur më pas në një takim me biznesin dhe më pas Kryeministri Edi Rama do të nisë drejt Tiranës. Kryeministri Edi Rama do të jetë në një tur 3 ditor në jug të vendit, ndërsa të hënën do të zhvillojë disa takime në Vlorë. Blu Televizion ka zbardhur edhe agjendën e Kryeministrit në Vlorë, ndërsa pritet që ai të ketë një ndalesë të shkurtër në qytetin bregdetar të Vlorës të shtunën, rreth orës 17 për të nisur më pas drejt Dërmiut, ku do të qëndrojë deri ditën e hënë, e ku do të mbërrijë më pas në disa takime dhe inspektime në qytetin e Vlorës. Rama ka programuar inspektime, por edhe takime gjatë qëndrimit të tij në qytetin bregdetar, ndërsa do të inspektojë nga afër punimet në bulevardin e Palmave dhe Agrumeve, si dhe do të zhvillojë një tjetër inspektim në shënditoren Lungomare, në zonën e plazhit të vjetër. Të hënën po ashtu Kryeministri në agjendën e tij ka parashikuar të zhvillojë gjithashtu një takim me anëtarët e Partisë Socialiste në Pallatin e Kulturës në Vlorë. Agjenda e tij në Vlorë do të mbyllet me një takim tjetër me përfaqësues të biznesit. Takimet e Kryeministrit Edi Rama në qytetin bregdetar jugor të Vlorës vjen në kuadër të turit punët e Shqipërisë që Kryeministri po zhvillon gjatë kësaj periudhe në të gjithë vendin.